është bërë mrekullueshme, është pjekur siç duhet, edhe është një ndër gjellët e mia të preferuara në këtë kohë. Për përgatitjen e kësaj recete, na duhen 3-4 presh, 3 karrota, 2 kokra patate, 2 vezë, krip, piper i zi, 2 lugë gjella me miell, 100 gram kaçkavall, 300 ml qumësht edhe vaj ulliri. Gjë e parë që do bëjmë është sigurisht do presim perimet, do fillojmë me prerjen e preshit, do ta presim në rreth ore, as shumë të holla, as shumë të trasha. Pasi kemi mbaruar me preshin, do vazhdojmë me perimet e tjera. Karrotat. Nga këto do t'i presim në copa më të vogla. Nëse dëshironi edhe mund të mos ja hidhni patatet, po mua më pëlqen shumë shija e patates edhe e përdor në tava. I jep një tjetër lloj lezzeti recetës. Si kemi mbaruar me perimet, të gjitha kështu siç i kemi. Ujin e kam valuar më përpara. Në të gjitha perimet siç i kemi, do t'i hedhim në ujin e valuar dhe do t'i lëmë të pushojnë për rreth 10-15 minuta, kështu siç janë. Ndërkohë ne do merremi me përgatitjen e recetës me pjesën tjetër. Në një tas më të madh do hedhim vezët dhe do fillojmë që t'i rajmë. Pasi i kemi përzier pak, do t'i hedhim qumshtin. Hedhim pak e nga pak duke e përzier. Do hedhim edhe miellin. Dhe do e përziem. Siç mund ta shikoni edhe vetë që është një recetë super e thjeshtë, shumë e shëndetshme, edhe shumë e shijshme, sidomos në këtë periudhë që është edhe periudha e preshit, po edhe ekonomike mbi të gjitha, pasi preshi dihet, mo nuk ka ndonjë çmim që kushton shumë. Krip. E përzijem mirë. Dhe gjë e fundit që do hedhim është piperi i zi. Kemi trazuar mirë, gjithashtu. Kësaj mase do t'i hedhim edhe 2 lugë vaj ulliri. Do vazhdojmë që ta trazojmë edhe për pak. Dhe masën e kemi gati. Tashmë do përfundojmë edhe recetën tonë. Pasi e kemi lënë për rreth 10-15 minuta perimet, do t'i kullojmë ujin edhe do vazhdojmë me recetën. Tavën te cila do pjekim recetën tonë e kam lyer me pak vaj. Do hedhim perimet. Përzijem mirë. I përhapim me ndihmën e një shpatulle. Dhe tashmë do hedhim masën që kemi përgatitur më përpara. Ndihmojmë sërish me shpatull. Do t'i hedhim kaçkavallin e grirë. Dhe ja ku e kemi gati, do ta fusim të piqet në një temperaturë prej 200 gradë për rreth 20 minuta. Ja dhe tavën tonë me presh e kemi gati, është pjekur ashtu siç duhet, vjen një aromë të mrekullueshme, do ta lëmë të ftohet pak, e më pas ta servirim edhe ta shijojmë.